Okej. Atëherë nuk ngelet gjë tjetër, vetëm t'ju falenderoj juve për angazhimin edhe për gjithë mundësinë që na jepni për t'u shprehur, por nga ana tjetër të bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të shkojnë të votojnë, sepse në fund ditës indiferenca është vrasje e demokracisë, më ka thënë era, kështu që e vetmja mënyrë për ta shpëtuar sadopak të demokracisë të brisht është të shkojnë të votojnë dhe kush do ndryshimin të japin ndryshimin. Megjithatë unë mendoj që sot më shumë nga të gjithë ne, nga familja jonë takon Besarit për të folë se Besari ka bërë dhe fushatën më të madhe, kështu që faleminderit shumë. Në radhë parë ju falenderoj juve gazetarëve, sepse jeni ju që do e përcjellni gjithë informacionin sot te qytetarët, dhe për ju do jetë një ditë shumë e lodhshme. Edhe radhë dytë dhe më kryesorja, do kisha dëshirë të bëja thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin dhe të votojnë sot masivisht, në veçanti për të rinjt dhe të rejat, që këtë ditë votimi sot kemi mundësinë ta kthejmë në një ditë historike për Shqipërinë. Faleminderit. ditë të mbarë dhe juve të gjithëve. Faleminderit.